Ju përshëndes të gjithëve të nderuar teleshikues, mirë se vini në këtë edicion informativ këtu në televizionin rajonal 6+1 Vlora. Pezullimi i punimeve për investimin në Triport për portin e ri të integruar të bllokuar nga SPAK ka sjellë problematika të mëdha për operimin e aktivitetit aktual të portit të Vlorës në zonën e Skelës. Problematikat e krijuara me projektin e ri në një kohë kur territori i portit aktual të Vlorës po merret një tjetër drejtim, kanë ndikuar negativisht në aktivitetin dhe të ardhurat e portit. Shqetësimi ngrihet edhe nga drejtues të portit. Pezullimi i punimeve për investimin në Triport në portin e ri të integruar i bllokuar nga SPAK ka sjellë problematika të mëdha për operimin e aktivitetit aktual të portit të Vlorës në zonën e Skelës. Ditët e fundit, televizioni 6+1 Vlora ka ngritur me shqetësim pezullimin total të punës në Triport, problematikat e krijuara me projektin e ri, në një kohë kur Triporti i portit aktual të Vlorës po merr një tjetër drejtim, ka ndikuar negativisht në aktivitetin dhe të ardhurat e portit. Shqetësimi ngrihet edhe nga nëndrejtori i këtij institucioni, Kreshnik Tepelena, vështirësitë dolën më shumë në pa gjatë sezonit turistik. Edhe atë pjesë që ka mbetur terminali, domethënë është duke na u hequr nga administrimi. Themi që kemi përballuar një sezon shumë të gjerë me turist, hyrje dhe dalje, në ato kushte që ju e dini si është porti i Vlorës. Sipas nëndrejtorit Kreshnik Tepelena, porti detar i Vlorës është në vështirësi të jashtëzakonshme. Porti normalisht operon në vështirësi të jashtëzakonshme, por ne e kemi dalë. Vështirësitë që po kalon aktualisht porti detar i Vlorës konfirmohen edhe nga drejtuesi i kapitenerisë, Lorenz Rexhepaj. Sipas Rexhepajt, në portin aktual në Skel ka vështirësi të madhe në përpunimin e trageteve dhe anijeve të tjera tregtare. Ai thotë se kjo situatë ka bërë që edhe numri i kompanive që operojnë në linjën me Italinë të ulet drastikisht, ku në operim ka mbetur vetëm një linjë. Sipas Tepelenës, kjo ka sjellë edhe uljen e numrit të ardhurave, çka reflektohet tek të ardhurat e shoqërisë së portit detar. Po merr transformime shumë të mëdha dhe po krijon një lloj vështirësi gjatë operimit të këtyre operatorëve për mjetet e tjera lëndruese. Duke filluar që nga tragetet, nga dy operatorë që kanë qenë, ka ngel vetëm një operator, kjo sjell dhe ulje e prekjeve dhe të pasagjerëve që prekin portin e Vlorës. Gjithashtu aty në portin e Vlorës përpunojnë edhe anijet me ngarkesa të ndryshme, të cilat në shumë vështirësi mund të operohen. Në Triportin e Vlorës, aty ku po ndërtohet porti i ri tregtar që synonte të sillte zhvillim dhe që të shërbente si nyje për mallra dhe pasagjer, nuk po punohet, por në horizont ka lindur një skandal më vete. Një pensionist është pronari i kompanisë Premium Construction and Maintenance, e cila që nga emri tingëllon si prestigjioze. Sipas dokumentave zyrtare, administratori i saj rezulton Hektor Agalliu, momentalisht pensionist me origjinë nga Berati, i cili është njëkohësisht edhe punëtor i thjesht në firmën Salilari, pra rrjedhimisht i bie që është një njeri pa eksperiencë në ndërtim, pa staf, pa mjete, pa histori biznesi, por me sa duket, me diçka që në Shqipëri vlen më shumë se gjithçka tjetër, lidhjet e duhura. Një pensionist me pension 200.000 lekë të vjetra është ai i cili është shpallur fitues për realizimin e një prej investimeve më madhore në Vlorë, që është porti i integruar, i cili ka vlerën e 60 milion eurove. Koncensioni gjallë dyshime, se pas këtij projekti fshihet një procedurë dyshim që favorizon një shoqëri të krijuar vetëm për të përfituar nga fondet publike, ndërsa pronari zyrtar rezulton të jetë një pensionist pa eksperiencë në ndërtim. Zyrtarisht pronari është etasi Hektor Agalliu, një pensionist dhe punëtor i thjesht me vetëm 200.000 lekë të vjetra pension në muaj. Aktualisht ku në portin e ri të Vlorës duhej të punohej me ritme të larta, prej shumë muajsh nuk po punohet dhe ka rënë heshtja. Kjo gjë ka sjellë vështirësi të madhe për aktivitetin financiaro-ekonomik të portit aktual. Ish parku i tregtisë në Vlorë është një prej zonave me ndotjen më të madhe në qytet, ku prej muajsh segmentet rrugor, por edhe lagja aty pranë bizotërohet nga pluri. Shkak është bërë projekti që po zhvillohet për lidhjen e rrugës transballkanike me portin detar të Vlorës. Banorët e zonës, duke parë ndotjen tej normave të lejuara, kërkojnë shtim të orareve dhe cilësisë së pastrimit, por edhe larjen e segmenteve rrugore. Jashtë kamerave, banorët thonë se më efikas është pastrimi përgjatë mbrëmjes, kur nuk ka qarkullim në qytet. Zona ish parku të tregtisë në qytetin e Vlorës është një prej zonave ku konstatohet ndotja më e madhe në qytet.
është një zonë e cila është e mbuluar nga pluri, ku prej muajsh tashmë segmentet rrugore, por edhe bloqet e banimit në brendësi mbizotrohen nga plurit të normave të lejuara. Nën pushtetin e plurit nuk është vetëm rruga, përfundimi i aksit transballkanike, por njëkohësisht edhe trotuarët, hapësirat e gjelbëruara, si dhe pemët. Pluri ka ndotur sigurisht edhe segmentet rrugore pranë saj, siç është rruga Kosova, por edhe aksi i plazhit të vjetër. Shkak për të ndotje të normave të lejuara është bërë një projekt që po zhvillohet aty. Pikërisht puna për realizimin e projektit për lidhjen e rrugës transballkanike me portin detar të Vlorës, e cila ka shtuar ndjeshëm ndotje në zonë. Punimet po vazhdojnë, teksa për shkak të tyre, pluri që vjen prej punimeve shpërndahet kudo në territor. Bazamenti ku është krijuar traseja e rrugës është shtruar me çakëll dhe njëkohësisht me dhe, por i gjithë dheu apo pluri i cili vjen prej saj shpërndahet më pas në territor. Po flasim këtu për një prej zonave më të populluara të qytetit të Vlorës, për shkak se në zonën të ish parku i tregtisë apo siç njihen ndryshe tek Vola janë me 10 godina banimi, disa katëshe. Numri familjeve që jetojnë në të është tepër i lartë, por mbi të gjitha, rreth rrotullimi i fundit të transballkanikes është nyalise për disa zona më pas të qytetit, ndaj tepër e domosdoshme pastrimi i kësaj pjese të qytetit për të larguar prej andej ndotjen të normave të lejuara. Pikërisht kjo është një prej kërkesave të banorëve të zonës, duke ditur që në këtë zonë po kryen punime. Banorët thonë ku oraret e pastrimit në të duhet të jetë më të shpeshta. Banorët jashtë kamerave kërkojnë që oraret të përqendrohen kryesisht për gjatë mbrëmjeve, ku ka më pak qarkullim. Gjithashtu, ata thonë se tepër e domosdoshme është edhe pastrimi i këtij segmenti rrugor me ujë, larja e tij me ujë për të përmirësuar edhe cilësinë e pastrimit në zonë. Mbi të gjitha, kjo ndotje ndikon edhe në shëndetin e banorëve të zonës, veçanërisht atyre të cilët vuajnë nga problemet të frymarrjes, një ndërto edhe astma. Menaxhimi i mbetjeve urbane në Vlorë mbetet një problem serioz dhe një sfidë për institucionet që duhet të zgjidhet. Kjo situatë tërheq edhe vëmendjen e qytetarëve. Sipas tyre, në qytet ka prezencë të plurit në rrugë, si dhe të pirgjeve të mbeturinave në përlagje. Menaxhimi i mbetjeve urbane në Vlorë mbetet një problem serioz që tërheq edhe vëmendjen e qytetarëve. Gjatë vëzhgimeve të realizuara nga televizioni 6+1 Vlora, një pjesë të konsiderueshme të qytetit janë konstatuar kontenierë të mbushur, mbeturina të shpërndara përreth tyre, si dhe orendi shtëpiake të hedhura në mënyrë të pakontrolluar. Kjo situatë krijon jo vetëm ndotje vizuale, por edhe rrezik për përhapjen e erërave të pakëndshme dhe ndotjen e ambientit përreth. Kjo është gjendja e kontenierëve dhe që shikohet në shumë lagje. Po ashtu, një tjetër shqetësim mbetet edhe pluhuri në rrugë. Qytetarët e Vlorës kërkojnë më shumë nga shërbimi i pastrimit në qytet. Ata evidentojnë faktin se në brendësi të bloqeve të banimit, situata është shqetësuese. Ka dhe më mirë. Më shumë punohet pastrim, punohet në këto. Po ka shumë punës. Shumë. Me gjitha të, diçka punohet. Ka probleme, patjetër. Ka ditë që nuk e heqin ato. Patjetër. Në njerëz për i bërë, duhet të ketë. Pastrimin s'ka si pastrimi, ka sy qyteti kur ka pastrim. Atje ku rriun të deka pak më poshtë e hajo e vëja, atje është nuk vjen njeri fare të vët doras, është pelk me lozhra. Të është drejt. Patjetër asnjëherë s'ka fund, puna s'ka asnjëherë. Ka dhe të meta dhe në përlagje, sidomos të përlagje të futura, ka probleme. Patjetër, ja vlonjate për këto vijnë në Tirana që të rafosin. Patjetër. Presim më të mirën, inshallah. Sidomos pastrimi kryesor, ja njëri pastaj të tjera të vash. Ky zotë që shikon që është pensionist, ky pastron lagjen tonë të gjithë lagjen tonë këtu. Tani po i tha që të pastrojë të Vlorën, e pastroj, nuk ka ndonjë problem. E pastroj që i luaj fenë, e bëj dritë. Po pse vet? Po më pëlqen. Nevojë për gjimnastik apo? Kam nevojë të punoj. Për gjimnastik. Bashkia e Vlorës dhe ndërmarrja e pastrimit duhet të rrisin angazhimin në drejtim të shërbimit të pastrimit,
të përmirësojnë monitorimin në teren dhe të përcaktojnë qartë oraret e pastrimit për të shmangur përsëritjen e situatave të tilla dhe për të garantuar një mjedis më të pastër për qytetarët dhe vizitorët. Kontenierët të mbushur nga mbeturinat janë evident thuajse çdo ditë dhe në çdo zonë të qytetit. Gjendja paraqitet shqetësuese edhe nga pluhuri që përfundon në organet jetësore të qytetarëve. Menaxhimi i mbetjeve urbane mbetet një nga problematikat më shqetësuese për qytetarët, të cilët kërkojnë më shumë masa të marra dhe punë më të përgjegjshme institucionale. Mungesa e infrastrukturës rrugore vazhdon të jetë një shqetësim për disa prej lagjeve të qytetit të Vlorës. Lagja 10 Koriku është një prej bloqeve të banimit e cila ndër vite është në mungesë të theksuar të infrastrukturës rrugore. Për shkak të rrugëve të degraduara në brendësi, banorët e përshkruajnë gjendjen e lagjes si të papërshtatshme për të jetuar, teksa thonë se prej vitesh ky blok banimi nuk ka parë asnjë investim. Mungesa e infrastrukturës rrugore vazhdon të mbetet ende shqetësim për disa bloqe banimi të qytetit të Vlorës. Lagja 10 Koriku është një prej bloqeve të banimit në Vlorë, e cila ndër vite vijon të ketë mungesë të theksuar të infrastrukturës rrugore. Banorët e këtij bloku banimi e përshkruajnë gjendjen e lagjes si të papërshtatshme për të jetuar. Ata thonë se problemi kryesor i tyre është gjendja e rrugëve në brendësi, të cilat janë gjithë balt dhe pellgje me ujë, sipas banorëve totalisht të pakalueshme. Banorët tregojnë se situata infrastrukturore në këtë blok banimi është rënduar edhe më tepër, edhe si rrjedhoja e punimeve aty për ujësjellsin e ri. Ata kërkojnë rehabilitim të bllokut të banimit, kërkojnë ndërhyrje në zonë, si një prej kërkesave kryesore për të shpëtuar, siç thonë edhe vetë, një herë mirë nga balta dhe pellgjet me ujë. Çfarë kjo rruga kështu pak të miqë, të tjera po pak të rrugë. Të bëhet në çik balta aty. Si është gjendja e rrugës si flasim ne? Ja, shikoj ti çfarë të them unë. Ke të vështirë të kalosh? Po detyrimisht, ja, si kalove ti tani? Ashtu? Jo, natë, s'ka natë. Ke bërë ndonjë ankesë, janë thuar? Kanë ardhur 2-3 herë, kanë ardhur për të ardhur, po s'është barazia. Edhe ky projekti besoj ujësjellsi që u bë këtu tubot e reja që unë e bërim Do është katron fare. Tani do rregullohet një, do prishë një, po paktën çodor, po jo fare. Nuk u rehabilitua dhe pas projektit? Jo. Në shtruen zavor kështu pa i riku. Tash me shpresë ecim. Zonë të vinë fëmijët për të dalë një xhiro te gjyshja. Pse? Se ku do lozi, ku do kaloj. S'kemi as para që të blejmë çizme fëmijët të vinë Kastile. Urdhë shikohe. Mezi Vlorës. Një jetë të tërë, 40 vjetë. Janë shumë familje apo jo? Shumë familje. Po çfarë ndodh? Keni bërë ndonjëherë kërkesë? Sa herë kanë ardhur e kanë parë çdo gjë. Ndërkohë, banorët thonë që edhe projekti i ri që kaloi për ujësjellsin e bëri dhe më keq situatën. Më keq, ajo na i bëri kështu më keq. Si e përshkruan lagjen sot? Unë në kohën e Baba Qemos. Gjithë gropa dhe baltë. Po, gropa e baltë. S'ka as çizme të blejmë tani se u prish fabrika që të kalojmë. Është që të ecësh në këto kushte? Po, natën nuk dalim. Vim tani në mëngjes, natën nuk dalim. Se ku bijem. Është një gjendje nuk mund të flas dot më. Ke shpresë për mësuar? Jo. Pse? Po, vajti 50-60 vjet që kam unë këtu. Edhe nuk është rregulluar. Pse do rregullohet tani? Vlen të theksohet fakti se bloku i banimit 10 Koriku është i rrethuar nga të gjitha anët me asfalt. Rruga Pelivan Leskaj dhe ajo e Centrales të asfaltuara, ndërsa problemi mbetet tek segmentet në brendësi të lagjeve, të cilat janë gjithë balt dhe pellgje me ujë të ndotur. Problematika e infrastrukturës rrugore në bloqet e banimit të qytetit të Vlorës vijon të mbetet një shqetësim i përhershëm për banorët. Një nga rastet më problematike është rruga Don Mark Vasa, e cila ndodhet në lagje 28 nëntori. Kjo rrugë prej vitesh paraqet probleme serioze, ndërsa situata është përkeqësuar ndjeshëm gjatë muajve të fundit. Problematikat e infrastrukturës rrugore në bloqet e banimit në Vlorë vijojnë të mbeten një shqetësim i përhershëm për banorët. Mungesa e investimeve dhe mirëmbajtjes së vazhdueshme ka bërë që shumë rrugë të brendshme të lagjeve
të jenë në një gjendje të amortizuar, duke vështirësuar qarkullimin dhe duke rritur rrezikun për dëmtime të automjeteve. Një nga rastet më problematike është rruga Don Mark Vasa, e cila ndodhet në lagjen 28 nëntori. Kjo rrugë prej vitesh paraqitet problematike, ndërsa situata është përkeqësuar ndjeshëm gjatë muajve të fundit. Gropat e shumta të krijuara në asfalt janë zgjeruar me kalimin e kohës, duke u kthyer në burim shqetësimi për drejtuesit e automjeteve dhe banorët e zonës dhe duke mbuluar tërësisht asfaltin. Në shumë raste kalimi në këtë rrugë bëhet i vështirë, sidomos gjatë orëve ku ka shumë trafik, ndërsa këmbësorët detyrohen të shmangin segmentet më të dëmtuara, ndërsa rruga është në brendësi të bllojqeve të banimit dhe mjaft e rrahur nga banorët e zonës. Pa kohë më parë kjo problematik u trajtua edhe nga televizioni 6+1 Vlora, me shpresën për të patur reagim nga institucionet. Megjithatë, pavarësisht kësaj, deri më tani nuk është ndërmarrë asnjë ndërhyrje konkrete për rihabilitimin e rrugës. Kjo mungesë reagimi ka shtyr banorët të marrin situatën në dorë, duke u organizuar vetë për të mbushur gropat me çakëll, në përpjekje për të përmirësuar përkohësisht gjendjen e rrugës. Por zgjidhja improvisuar nga banorët rezulton e paqëndrueshme. Me rreshjet e shiut ujë largon çakllin e hedhur dhe rruga rikthehet sërish në gjendjen e mëparshme. Madje në disa raste situata përkeqësohet edhe më shumë. Gropat mbushen me ujë duke u kthyer në rrezik të fshehur për automjetet, të cilat shpesh pësojnë dëmtime, ndërsa banorët shprehen të shqetësuar jo vetëm për dëmet materiale, por edhe për sigurinë, pasi rruga përdoret çdo ditë nga fëmijët, të moshuarit dhe banorët e zonës. Ata kërkojnë një ndërhyrje të menjëhershme dhe të qëndrueshme nga autoritetet vendore për rihabilitimin e plotë të rrugës dhe përmirësimin e infrastrukturës në tërësi. Sipas tyre, investimi në rrugët e brendshme të lagjeve është i domosdoshëm për garantimin e një jete më të sigurt dhe më cilësore për komunitetin. Banorët e rrugës Don Mark Vasa shpresojnë që zëri i tyre të dëgjohet dhe që institucionet përgjegjëse të marrin masa konkrete për të dhënë zgjedhje një problematike që prej kohësh kërkon vëmendje dhe veprim. Realizimi i projektit për ndërtimin e godinës së Muzeut Hebraik në Vlorë po vijon por pa ritme. Më 25 vjetor përfundon gjysma e afatit për realizimin e këtij projekti të nisur në 25 shkurt të këtij viti. Por megjithse kanë kaluar thuajse 10 muaj nga 20 në total, ndërtimi i Muzeut Hebraik të Vlorës vazhdon të mbetet ende në themele. Realizimi i projektit për ndërtimin e godinës së Muzeut Hebraik në Vlorë po vijon por pa ritme. Më 25 vjetor përfundon gjysma e afatit për realizimin e këtij projekti të nisur në 25 shkurt të këtij viti, por megjithse kanë kaluar thuajse 10 muaj nga 20 muaj në total si afati përfundimit të projektit, ndërtimi i Muzeut Hebraik të Vlorës vijon të mbetet ende në fazën e themeleve. Për ta konfirmuar këtë fakt, mjafton t'i hedhësh një sy tabelës informuese në hyrje të kantierit të ndërtimit, e cila tregon datën e nisjes së punimeve, por edhe afatin total të realizimit të këtij projekti. Pavarësisht se gjysma e afatit po shkon drejt fundit, firma e cila ka fituar të drejtën e realizimit të këtij projekti është ende duke punuar për hedhjen e themeleve dhe vendosjen e pilotave të ndërtimit të godinës. Ritmet e ulta të këtij projekti kanë bllokuar totalisht edhe muzeun etnografik të qytetit, për shkak se edhe kjo godin e një prej muzeve në varësi të Bashkisë së Vlorës përfshihet në projektin rehabilitues, e curia negative e punimeve ka bërë që ai të vazhdojë të jetë mbyllur për shumë gjatë. Prej muajsh, Muzeu Etnografik vijon të jetë i pa aksesueshëm nga qytetarët. Nëse punimet do të kishin ecur me ritme, deri më tani me siguri do të përfundonte kjo fazë e punës për rehabilitimin e këtij muzeu, çka do të bënte që ai të vendosej në funksion të qytetit. Edhe për gjatë kësaj të ëne, numri punojësve të cilët ishin të angazhuar për realizimin e këtij projekti ka qenë vërtet minimal. Madje, mjetet e tonazhit të rënd që ishin të vendosura në brendësi të kantierit të ndërtimit qëndronin të figura, duke mos u angazhuar në punime, ndërsa vlen të theksohet edhe fakti se rrethimi i kantierit të punës po penalizon gjithë lagjen e vjetër Muradie. Ky rrethim ka zaptuar një pjesë të vendkalimit të këmbësorëve, por edhe pjesë të Vlorës historike, të bllokuar prej tij jo vetëm kalimtarët, por edhe bizneset, të cilat gjenden aty pranë, që kanë humbur tashmë pamjen e tyre të qartë vizuale.
Nëse punimet vazhdojnë me këto ritme, edhe ky projekt pritet të shkojë në hapat e shumë projekteve të tjera të realizuara në Vlorë, një projekt i cili me këto ritme do të kalojë çdo afate përtej të parashikuar në relacion. Në gjysmën e afatit të punimeve nuk është realizuar thuajse asgjë, as 10% e punës, ndërsa mbetet që 90% e këtij projekti, sipas relacionit fillestar, të realizohet në më pak se 10 muaj, çka duket totalisht e pamundur. Projekti për ndërtimin e konviktit të djemve tek shkolla industriale Pavarësia po shkon drejt fundit. Përgjatë kësaj të hëne ka nisur plotësimi godinës me bazën materiale, ku ka mbërritur edhe ngarkesa e parë. Sipas informacioneve pritet të vendoset në funksion në janar të vitit të ardhshëm. Projekti për ndërtimin e konviktit të djemve tek shkolla industriale Pavarësia në Vlorë po shkon tashmë drejt fundit. Ky projekt është në hapat e fundit dhe pritet që në janar të vendoset në funksion, ku do të kemi edhe nxënësit që do të flenë dhe jetojnë shumicën e kohës së tyre në të. Si fazë e fundit e këtij projekti ishte parashikuar pikërisht plotësimi godinës me bazën e kërkuar materiale. Ngarkesa e parë me bazën materiale ka mbërritur këtë të hënë në konviktin tek Industrialia. Me anën e një mjeti të tonazhit të rënd është bërë mundur mbërritja e bazës materiale, e cila sigurisht që nuk është e plot dhe do të plotësohet në ditët në vijim. Të parat të cilat kanë mbërritur si bazë materiale kanë qenë tavolinat dhe kariget, të cilat do të vendosen në brendësi të çdo dhome, ku do të strehohen nxënësit. Gjithashtu, janë sjellë edhe komodinat të cilat do të plotësojnë dhomat e nxënësve. Me anën e punonjësve nga India të firmës e cila po realizon këtë projekt, ka nisur edhe vendosja sistemimi i tyre në godin, sipas vendeve të caktuara. Pritet që në ditët në vijim të vinë krevatet ku do të flenë nxënësit, dollapët e rrobave, por edhe gjithçka tjetër që duhet e përshtatshme që ata të flenë dhe jetojnë në këto ambiente. Gjithashtu, pjesë e plotësimit me bazë materiale do të jenë edhe ambientet e përbashkëta. Në ambientet e përbashkëta, krahas objekteve funksionale, nuk do të mbeten pas as ato të dekorit. Sipas informacioneve, godina është totalisht gati, e pajisur me të gjitha elementet e kërkuara dhe përcaktuar në projekt. Faza përfundimtare do të jetë ajo e pajisjes me bazën e plot materiale. Këto ditë të dhjetorit mund të cilësohen ditët e fundit të realizimit të këtij projekti me afat një vjeçar. Punimet e të cilit nisën në fillimin e janarit të këtij viti. Projekti i cili është realizuar brenda afateve të përcaktuara si rrallë herë tjetër në Vlorë. Në qytetin ku projektet nisin, nuk përmbushin asnjë afat, duke të dhënë imazhin se nuk do të përfundojnë kurrë. Mblidhet task forca e menaxhimit të sezonit turistik, ku është diskutuar për ecurin, problematikat dhe masat që duhet të merren për sezonin turistik 2026. Prefektja e Visallushi u tregua e ashpër duke theksuar se problematikat evidentuara këtë vit mbeten në letër dhe nuk u mor asnjë mas për zgjidhjet e tyre. Një mesazh të qartë prefektja e dha kur tha se qytetarët e Vlorës dhe turistët nuk duan t'ia dinë për mungesën e koordinimit apo paaftësisë institucionale, por kërkojnë kushte, rregull dhe siguri. Në drejtimin e prefektes së qarkut të Vlorës e Visallushi u zhvillua gjatë kësaj të hëne e takimi task forcës së menaxhimit të sezonit turistik, ku janë diskutuar ecuria, problematikat dhe masat që duhet të merren për sezonin turistik të vitit 2026. Prefekti Allushi u tregua ashpër, duke theksuar se problematikat evidentuara kanë mbetur thjesht në letër dhe nuk u mor asnjë mas për zgjidhjen e tyre. Ajo që kam konstatuar nga raportimet e ardhura nga institucionet tuaja, të cilat monitorojnë një sezon gjithë sezonin turistik, është se pas përfundimit të sezonit turistik 2025, problematikat janë po ato që ishin evidentuar përpara fillimit të sezonit dhe ishin lënë për detyrë për të zgjidhur nga prefekti paraardhës. Kjo nuk ka ndodhur. Kërkesat për zgjidhjen e tyre në mbledhjet e muajit maj dhe korrik të task forcës së turizmit në një pjesë të madhe kanë mbetur në letër dhe kjo nuk është normale kur mendon dhe kujton kaosin që krijohet në qytetin e Vlorës, por edhe në zona të tjera në periudhën turistike. Prefektja e Visallushi theksoi më pas disa nga problematikat evidentuara nga sektori monitorimit që lidhen përgjithsisht me shërbimet dhe sigurinë e jetës së qytetarëve dhe pushuesve vendas dhe të huaj.
Mungesa e sinjalistikës në stacionet e plazhit ishte problematik përpara sezonit dhe të njëjtin problematik e raporton Drejtoria Vendore për Kufirin dhe Migracionin Vlorë edhe pasi ka përfunduar sezoni turistik. Kaosi në organizimin e vend parkimeve dhe trafikut. Problem përpara sezonit, por problematik edhe pasi ka përfunduar sezoni turistik. Vendosja e një orari të caktuar të lëvizjes së mjeteve për qëllim ndërtimi ishte problematik përpara sezonit, ndërkohë që ka vazhduar të jetë problem edhe pas përfundimit të tij. Sensibilizimi i operatorëve të anive turistike për rritjen e kujdesit gjatë lëvizjes me mjetet e tyre në shpellën e Haxhi Aliut ka qenë problem para sezonit, ndërkohë që raportohet se gjatë sezonit ka vazhduar pa ndërprerje lëvizja e mjeteve brenda shpellës. Kapitaneria e Portit Vlorë raporton se mosmiratimi i 12 korridoreve ujore dhe sinjalistika për mjetet lundruese nga institucionet përkatëse është një tjetër problematik për të cilat do të kërkohet njëkohësisht edhe të gjendet zgjidhja për to. Kjo ka qenë në fakt problem edhe para sezonit turistik. Në mangësitë që raportohen nga Drejtoria Vendore për Kufirin dhe Migracionin Vlorë, konstatohet se mungojnë pajisjet në kullat e vrojtimit. Mungojnë kufizimet në zonat e notimit para stacioneve të plazhit dhe bovat sinjalizuese. Mungojnë vrojtuesit e plazhit. Plazhet publike janë pas sinjalizim, kufizim bova në det, si dhe nuk kanë vrojtues plazhi. Mungon koordinimi në nivel ekspertësh për shkëmbimin e shpejt të informacionit nëpërmjet institucioneve të përfshira në task forcën e turizmit, me qëllim mbarvajtjen dhe menaxhimin e sezonit turistik. Prefekti Allushi ngriti një sër pyetjesh për të kuptuar se përse detyrat e lëna për institucionet nuk janë zbatuar. Sot, pas përfundimit të sezonit, konstatojmë se shumë nga këto detyra nuk kanë gjetur zgjidhje. Jeni të njëjtë drejtues institucionish para dhe pas fillimit të sezonit turistik. Përse nuk është vepruar? Nuk ka gjetur zgjidhje sepse ka munguar shkëmbimi i informacionit, mungesa e bashkëpunimit, pa aftësi institucionale apo mosnjohje të kompetencave të prefektit, me që ky fundi si thuhet rëndom nuk ka forcë për të dhe kompetenca për të urdhëruar apo detyruar institucionet. Një mesazh të qartë dhe të ashpër ka përcjell prefekti i Qarkut, kur tha se qytetarët e Vlorës dhe turistët nuk duan t'ia dinë për mungesën e koordinimit apo pa aftësisë institucionale, por kërkojnë kushte, rregull dhe siguri. Qytetarët e Vlorës dhe mira të pushuesve që zgjedhin Vlorën për të pushuar nuk na kanë borxh. Ata nuk duan t'ia dinë as për task force, as për komitetet rajonale, as për paketa sigurie, mbledhje dhe letrat e shkruajtur mirë e bukur dhe as për justifikimet tona. Duan kushte, duan rregull, duan siguri dhe ne kemi detyrimin ligjor që t'u sigurojmë përderisa kemi zgjedhur dhe na kanë zgjedhur të jemi në postet drejtuese të institucioneve që kanë detyrimin dhe përgjegjësinë e zgjidhjes së tyre. Në Vlorë nuk ka patur ngjarje të rënda kriminale apo aksidente me pasojë vdekje gjatë sezonit turistik të këtij viti. Shefi i Komisariatit të Policisë Vlorë, Elvis Peza, veçoi konfliktet mes pronarëve të hoteleve për stacionet e plazhit, si dhe mungesën e sinjalistikës nga pushteti vendor. Kreu i tatimeve nënvizoi frymën e bashkëpunimit me biznesin, ndërsa raportuan në mbledhje dhe drejtuesit e operatorit të kujdesit të shëndetësisë, AKU dhe zonave të mbrojtura. Gjatë sezonit turistik të këtij viti në Vlorë nuk ka pasur ngjarje të rënda kriminale apo aksidente me pasojë vdekje. Shefi i Komisariatit të Policisë së Vlorës, Elvis Peza, teksa raporton punën dhe planin e masave, evidenton edhe disa problematika që lidhen me mungesën e sinjalistikës nga pushteti vendor, konfliktet mes pronarëve të hoteleve për stacionet e plazheve, si dhe vështirësitë që as policia në akomodimin dhe trajtimin ushqimor të punonjësve shtesë që vijnë nga rrethet. Ka pasur ngjarje të rënda kriminale për gjatë sezonit turistik, si dhe aksidente rrugore me pasoja të rënda. Gjithashtu gjatë sezonit kemi pasur edhe 3 raste të mbytjes në det. Problematika që janë konstatuar gjatë këtij sezoni, shqetësim ngelet për pjesën tonë, akomodimi me fjeti dhe ushqimi punonjësve të cilët vinë nga rrethet tjera që planifikohen me shërbim në qarkun e Vlorë, pasi dihet që në atë pikun e sezonit çmimet dhe hotelerit janë të shtrenjta dhe nuk përballohen nga punonjësit e policisë. Problem evidentohet mosvendosja nga njësitë vendore e tabelave informuese në rrugët kryesore hyrëse dalëse në qytet, të numrave të telefonit për sa i përket policisë, ambulancës, spitalit e të tjera me radhë.
marrja e masave në kohë para fillimit sezonit veror për infrastrukturën rrugore dhe vendosjen e sinjalistikës dalluese në këto akse rrugore dhe në kthesat dominante. Gjithashtu problem që përmendi më lart edhe zotëria është dhe lidhja e kontratave që i takon agjencisë Bregdetit me pjesën e hotelerive për sa i takon plazheve, sepse kemi pas raste ka ndodhur ato konfliktet midis palëve kujt i takon, domethënë pjesa e plazhit. Kështu që duhet merret masa dhe duhet njoftohen subjektet para se të fillojë sezoni turistik. Drejtori i Drejtorisë Rajonale të Tatimeve në Vlorë, Arbëri Ahmet Bejasi, theksoi se është duke u punuar për planin tatimor, një plan ky i ri, ndërsa tha se bashkëpunim me bizneset, operatorët e tjerë, por edhe institucionet do të jetë në nivele të larta. Është duke u punuar me plan të ri specifikisht, do vihet gjatë muajit janar shkurt për të gjithë Bregdetin aktualisht. Edhe besoj se do kemi bashkëpunim shumë të mirë si me biznesin, si edhe me operatorët e tjerë. Drejtuesja e operatorit të shërbimeve të kujdesit shëndetësor në Vlorë, Olta Ganaj, foli për qendrat verore, të cilat sipas saj kanë patur një fluks të shtuar të turistëve vendase të huaj, të cilët kanë marrë shërbime në to. Të gjitha qendrat verore kanë patur autoambulancat në dispozicion dhe pjesa tjetër e gjithë infrastrukturës, qoftë njerëzore, qoftë pjesa e godinave dhe pjesa e mjekimeve, medikamenteve, kanë qenë në kohën e duhur dhe nuk ka patur mungesa të përcaktuara, madje mund të them që ka patur rritje të shtimit të individëve, turistëve, shqiptarë dhe të huaj, të cilët kanë marrë këto lloj shërbimesh në qendrat tona shëndetësore. Problematikë vetëm mund të na lindi për vitin 2026 për qendrën shëndetësore të Drimathesit, pasi na duhet të gjejmë një ambient të ri. Këto janë bërë të gjitha evidentimet dhe raportimet qoftë në drejtorinë qendrore, pranë prefektit dhe në ministri për të gjetur një ambient më të përshtatshëm dhe ndërkohë do komunikojmë dhe me Bashkinë Himar për një gjetje të një ambienti. Problematika në infrastrukturë në këto qendra nuk kemi patur, pasi kanë qenë dhe qendra të marra me qira, ku qira dhënësi e ka vendosur në dispozicion me infrastrukturë të mbuluar, kështu që gjatë gjithë këtij viti vlen të theksohet për pjesën e një analize nga 2024 në 2025 që kemi një shtim të fluksit të vizitave plus 29.5% nga shtetas shqiptar kryesisht. Kemi rënje në ndërhyrjet mjekësore që lidhet me menaxhim më efikas në qendrat tona shëndetësore verore nga stafi i cili ka qenë i plotësuar nga momenti i hapjes së këtyre qendrave deri në datën 30 shtator. Drejtori i Autoritetit Kombëtar të Ushqimit në Vlorë, Endri Hyseni, tha se pezullimi i përkohshëm i aktivitetit dhe inspektimeve nga Ministria e Linjës ka sjellë problematika gjatë sezonit turistik, ndërsa aktualisht po priten udhëzimet e reja në kuadër të ligjit të ri. Ka ardhur një pezullim aktiviteti i përkohshëm për sa i përket inspektimeve të programuara nga Ministria e Linjës, Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, e cila ka ndikuar në mos bërjen e gjitha atyre inspektimeve të programuara në fillim të vitit dhe në bazë të riskut edhe në bazë të periudhës së aktivitetit për gjatë sezonit turistik. Deri në datën 3 korrik, në datën me cilin jemi njohur me këtë urdhër, është ushtruar aktiviteti i inspektimeve rutinore të përcaktuara në planin vjetor të inspektimeve në bazë të riskut dhe në bazë të hapësirës kohore të veprimtarisë që përkon edhe me sezonin turistik në normalitet. Pastaj në vijim janë bërë vetëm inspektime me të operatorët e biznesit që përbëjnë risk të lartë. Gjithashtu gjatë kësaj kohe, domethënë përveç se është pezulluar inspektimi rutinor, siç e thash, i planifikuar, janë marrë gjitha masat për sa i përket sigurisë ushqimore. I gjithë plani i riskut i miratuar për mostrimin e produkteve ushqimore në treg është realizuar 100%, gjithashtu edhe i kontrollit të bimëve. Të dyja pikat kufitare në qarkun e Vlorës, pika inspektimit kufitar në Qafbot dhe pika inspektimit kufitar në portin e Vlorës, ka vijuar punën normalisht, janë kryer gjitha ato procedurat të cilat i ngarkon ligji dyja pikat kufitare. Për pjesën e paketës në shkolla, përpara fillimit të sezonit shkollor, për gjatë fillimit dhe ditëve në vijim, janë kryer gjitha inspektimet të planifikuara për sa i përket dhe paketës në shkolla dhe aktualisht jemi duke pritur një kuadër të ri ligjor për vitin 2026, gjithashtu dhe
planin e inspektimeve për vitin 2026 që do të nisi në janar në vitin që vjen. Për Agjenci Rajonale të Zonave të Mbrojtura, një nga problemet e vënë re në sezonin turistik të këtij viti lidhet me shpellën e Axhialis. Sipas drejtuesit të këtij institucioni, ka abuzime nga operatorët turistik që kryejnë itinerare në këtë shpellë me anije turistike dhe skafe. Është më tepër dhe një çështje sensibilizimi që gjithë operatorët me skafe që shkojnë në shpellën e Axhialis nuk kam se të abuzojnë, të hyjnë në shpellë, të ngrënë muzikën. Ne kemi pas të koordinim dhe me policinë kufitare, kemi bërë monitorim të vazhdueshëm, këshillim, po nuk mund të bëjmë skena në mes sezonit turistik, ne të vendosim gjoba në 100 anije sa kalojnë ose skafe që hyjnë dhe dalin në shpellë. Kjo është më tepër një çështje që duhet ta diskutojmë të tavolin. Nuk kam pse hyjnë skafet në shpellën e Axhialis të bëjnë skena, të notojnë, të patjetër ne do bëjmë punën tonë, do marrim masat tona, kemi vetë ndosur tabela sinjalizuese, por do kërkoj edhe nga operatorët turistik një mirëkuptim që të mos abuzohej në mes sezonit. Ne nuk kemi dashje në pikun e fluksit muaj ngushtë të bëjmë skena jo të këndshme për turista dhe nuk kemi vepruar, jemi marrë vetëm me pjesën sensibilizuese. Shikues nderuar, është koha të ndiqni kursin e këmbimit valutar. Një ngjarje e rëndë është shënuar këtë të hënë ku një automjet BMW është djegur në qafën e llogaras në zonën që të çon drejt antenave. Brenda makinës, e cila ka qenë e parkuar në një zonë të pyllëzuar, është gjetur trupi një personi të djegur. Si pasojë e djegjes totale, targa e mjetit nuk ka qenë e identifikueshme, ndërsa dyshohet se viktima të jetë vrarë dhe më pas ka ndjegur makinën. Por ka dyshime edhe për vetvrasje, ndërsa pista e tretë është ajo aksidentale. Një ngjarje e rëndë është shënuar këtë të hënë ku një automjet BMW është djegur në qafën e llogaras në zonën që të çon drejt antenave. Brenda automjetit, që ka qenë e parkuar në një zonë të pyllëzuar dhe me shkure kryesisht, është gjetur një trup i pajet, i cili është djegur tërësisht. Në vend ngjarje kanë pritur fillimisht shërbimet e zjarfikses që bën të mundur shuarjen e flakëve, ndërsa automjeti është shkrumbuar plotësisht. Ngjarja ndodhi rreth orës 14:35 minuta, ndërsa viktima është gjetur në sedilin e drejtuesit të mjetit. Si pasojë e djegjes totale, targa e automjetit nuk ka qenë identifikueshme, ndërsa dyshohet se viktima të jetë vrarë dhe më pas t'i kenë ndjegur automjetin, por ka dyshime edhe për një vetvrasje të mundshme. Në vend ngjarje kanë pritur edhe policia, e cila ka kryer veprimet hetimore për zbardhjen e thanave të kësaj ngjarje të rëndë. Njoftimin zyrtar shpërndar mediave, policia e Vlorës thotë se rreth orës 14:35 minuta, pas njoftimit të marrë në sallën operative të drejtorisë të policisë së Vlorës, shërbimet e policisë janë nisur drejt vendit të quajtur qafa e llogaras, ku kanë konstatuar një automjet duke u djegur. Brenda automjetit dyshohet se si pasojë e zjarrit ka humbur jetën dhe është djegur një shtetas ende i pa identifikuar në sedilin e drejtuesit të mjetit, thot policia, ndërsa grupi hetimor ka avijuar punën për identifikimin e viktimës dhe për zbarjen e plot të rrethanave të kësaj ngjarje të rëndë. Ndërkaq, në lidhje me këtë ngjarje të rëndë, policia e Vlorës në aksin nacional Orikum Dukat Llogora ka ngritur post blloqe ku ka kontrolluar disa automjete që kanë qarkulluar në këtë aks rrugor. Gjithçka e lidhur me ngjarjen në qafën e Llogoras, ku u doq një person brenda një automjeti. Gjykata e shkallës së parë në Vlorë ka vendosur të lërë në burg 2 nga 3 autorët e pengmarrjes së 39 vjeçarit nga Kosova. 2 personat që u lanë në burg, sipas gjykatës, ishin organizatorët e pengmarrjes, teksa kishin dhunuar për gjatë kohës që e mbanin mbyllur në banesë shqiptarin nga Kosova. Trupi gjykues ka lehtësuar masën e sigurisë në arrest në shtëpi për 35 vjeçarin për mospërfshirje direkte në ngjarje.
Në seancën gjyqësore të zhvilluar në masa të repta të sigurisë, por njëkohësisht edhe me dyer të mbyllura, gjykata e shkallës së parë në Vlorë ka vendosur që të lëjë në burg 2 prej 3 personave të cilët janë autor të dyshuar të pengmarrjes së shtetasit nga Kosova, ndërsa për një prej tyre ka vendosur që të lëjë në fuqi një masë më të lehtë sigurie. Seanca gjyqësore për 3 personat e arrestuar si të dyshuar për pengmarrjen e shtetasit nga Kosova ka zgjatur për rreth 2 orë. Në përfundim të seancës gjyqësore, gjykata e Vlorës ka vendosur 2 masa sigurie, arrest me burg, dhe një masë sigurie, arrest në shtëpi. Sipas vendimit për shtetasit, OQ si dhe JZ është caktuar masa arrest në burg, ndërsa për shtetasin 35 vjeç, VA është vendosur masa e sigurisë arrest në shtëpi. Për këtë shtetas, gjykata e Vlorës ka vendosur një masë më të lehtë sigurie në argumentin e mospërfshirjes në mënyrë direkte në këtë ngjarje. Sipas trupit gjykues, gjë të cilën e ka argumentuar edhe përfaqësuesi i prokurorisë, rolin kryesor në përfshirjen e ngjarjes në pengmarrjen e 39 vjeçarit nga Kosova e kanë patur shtetasit OQ dhe JZ, të cilët edhe në njoftimin e policisë së Vlorës konfirmohet se e kanë dhunuar këtë shtetas. Përkundrejt, shtetasit JZ rëndon edhe një tjetër vepër penale, pasi gjatë momentit të arrestimit i është gjetur edhe një sasi e konsiderueshme kanabisativa, por edhe një radio marrëse dhe dhënëse si ajo e policisë. Përgjatë seancës, siç mësohet, të 3 personat e përfshirë në këtë ngjarje nuk e kanë pranuar rastin e pengmarrjes. Sipas tyre, shtetasi nga Kosova ka patur një shumë lekësh borxh, të cilën ata kërkonin që t'ia kthente, por pretendimet e tyre trupit gjykues nuk i ka marrë parasysh. Për trupin gjykues, provat e dokumentuara në dosjen ligjore të pengmarrjes kanë qenë më se evidente për zbardhjen e rastit dhe dhënien e verdiktit final. 3 të dyshuarit pritet të hetohen në vijim për veprën penale të pengmarrjes, ndërsa organet e drejtësisë do të vjojnë procedura ligjore për zbardhjen e plotë të kësaj ngjarje. Sa i përket ngjarjes, 3 personat e përfshirë në të mbajtën prej datës 28 nëntor deri më 11 dhjetor të mbyllur në banesë një 39 vjeçar banues në Kosovë. Ata kërkonin prej tij shlyerjen e borxhit prej 70.000 eurosh, që sipas policisë lidhet me pazaret e mëparshme të trafikimit të lëndëve narkotike. Motra e 39 vjeçarit nga Suedia lajmëroi policinë, e cila arriti të zbulonte banesën në rrugën e re në lagjen Osman Axhiu, ku mbaj i mbyllur 39 vjeçari nga Kosova, dhe më pas u bë mundur lirimi i pengut, si dhe prangosja e 3 personave të përfshirë në këtë ngjarje. Luhen ndeshjet e radhës së kampionatit të basketbollit të femrave. Flamurtarin poshtë Vllazni në Shkodër me rezultatin 76-98. Vajzat vlonjate vjojnë të rrugëtojnë drejt titullit kampion. Flamurtari në basketbol për femra vazhdon e curin pozitive në këtë kampionat. Vajzat vlonjate mposhtën edhe Vllaznin, ndërsa ndeshja u luajt në Shkodër. Krejt takimi ka përfunduar me rezultatin 76-98, duke dhënë Flamurtarit fitoren e radhës në kampionatin kombëtar të basketbollit për femra. Vajzat vlonjate kanë dominuar krejtësisht lojën, thuajse në të gjitha periodat. Periuda e parë është mbyllur me rezultatin 9-25, periuda e dytë 19-32, periuda e tretë 27-16 dhe periuda e katërt 21-25. Duke vullosur kështu krejt takimin me rezultatin 76-98 në favor të Flamurtarit. Vajzat vlonjate kanë zhvilluar një lojë pozitive dhe kanë bindur, ndërsa për stafin teknik kjo ndeshje ka shërbyer edhe për t'u dhënë minuta vajzave të reja, të cilat edhe ato kanë zhvilluar një lojë pozitive. Vajzat vlonjate në basketbol për femra vazhdojnë kështu rrugëtimin drejt titullit kampion, ku edhe pse jemi ende shpejt deri në përfundim të sezonit, skuadra po paraqitet pozitivisht duke kryesuar në tabelën e klasifikimit. Titulli kampion është objektivi kryesor i Flamurtarit për këtë sezon, që e nisi në fakt sezonin me fitoren e Superkupës. E megjithatë, mbetet tashmë edhe objektivi tjetër, që është Liga Unike, një përfaqësim dinjitoz edhe në këtë kompeticion, edhe pse do të jetë vështirë, duke qenë se edhe skuadrat kosovare janë mjaft të forta këtë sezon. Megjithatë, Flamurtari në basketbol për femra edhe në këtë sezon duket se nuk do të ketë rival sa i përket kampionatit kombëtar.
Dhe në vijim juftoj të ndiqni parashikimin e motit. Shikues të nderuar, ishte gjithçka përgatitur për këtë edicion informativ këtu në televizionin rajonal 6+1 Vlora. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj, bashkë mirupafshim.